Kur Musai dhe populli I tij gjenden përballë detit, populli I Musait mendoi këtu skemi rrugëzidhje. Musai alayhis salam nuk e humbi kurrë shpresën tek Allah. Gjithmonë mendoi mirë për Allah. Dhe Allahu Azza wa Jall e frymëzoi të godas detin me shkopin e tij. Në fund dietarët qahet deti dhe për mrekullive të Allahut ishte se rëra ishte e thatë që të kishin mundësi të ecnin. Pasi kaloi nga ana tjetër, Musai alayhis salam shikon faraonin me ushtrinë e tij që po futeshin në det. Në fund dietarët, në këtë çast Musai alayhis salam e kapi frikën. E godet detin me shkop, por deti nuk mbyllet. Dhe kur futet faraoni me shumicën e ushtrisë së tij, Allahu Dhul Xhelal e mbyll detin dhe I mbyt. E thon dietarët, 3 urtësi madhështore nxirren vetëm nga kjo ngjarje. E para, gjendej Musai në një situatë në dukje pa zgjidhje. Si shumë prej nesh gjendemi në situata në jetën tonë pa zgjidhje. Dhe mësimi I parë, asnjëherë mos e humbasësh shpresën tek Allahu, ashtu siç Musai nuk e humbi kurrë shpresën tek Zoti I tij. Urtësia e dytë, kalon Musai nga ana tjetër e detit, e godet detin me shkop, po deti nuk mbyllet. Të kuptuar njerëzit që nuk u ça deti nga shkopi I Musait, po u ça nga fuqia e Allahut. Nuk është njeriu ai I cili ka në dorë suksesin e një çështjeje të caktuar. Allahu ai I cili e ka në dorë suksesin. Ama Allahu prej nesh kërkon sebepin. Dhe sebepi jon në krahasim me suksesin e Allahut, si shkopi I Musait e detit. Dhe e treta, ashtu siç Musai donte hajër për veten e tij dhe për popullin e tij, Allahu Dhul Xhelal donte një hajër më të madh. Nëse do të ishte bërë ajo që donte Musai, faraoni kishte aq pushtet sa që ta ndiqte dhe pasi të mbylli det. Allahu donte ta shpëtonte nga faraoni përgjithmonë. Ashtu thon ulemat, si njeriu në jetën e tij preson tek një gjë që është e hajrit për të, Allahu nuk e jep. Sepse Allahu po përgatit diçka e cila është më e mirë për të.